ndjenja u bën bashk, u zhvilluan në ambientet e ambasadës së Shqipërisë në Greqi, mes njerëzve të komunitetit, artistëve dhe dashamirësve të kulturës, u hap një ekspozit që nuk ishte thjesht për t'u parë, por për t'u ndjerë. Shoqata Myzeqeja, në bashkëpunim me ambasadën, solli për publikun punët e fotografit fjerak Sajmir Ahmeti, një seri fotografish që nuk tregojnë vetëm imazhe, por histori grash, jetë të përditshme, sakrifica të heshtura dhe forcë që shpesh nuk shihen, por ndihen thellë. Atmosfera ishte e ngrohtë, pothuajse familjare. Njerëzit ndalonin para çdo fotografie, jo vetëm për të parë, por edhe për të kuptuar, sepse në to kishte diçka reale, një pasqyrim i jetës, siç është pasbukurime. Në përshëndetjen e saj, përfaqësuesja e ambasadës Zonja Radomi ndaloi tek rëndësia që ka arti shqiptar kur del përtej kufive. Ajo theksoi se pikërisht këto aktivitete mbajnë gjallë lidhjen me identitetin dhe kulturën tonë, sidomos për ata që jetojnë larg vendlindjes. Një moment më personal erdhi nga zonja Miranda Tavanciu, e cila e njeh artistin prej vitesh. Ajo solli jo vetëm një vlerësim profesional, por edhe kujtime që tregonin rrugtimin e tij, dhe kujtime që tregonin nga fillimet deri ke pjekuria artistike që shfaqet sot në këtë ekspozit. Vetë autori, me një qasje të thjeshtë dhe të sinqertë, ndau arsyen pas kësaj pune. Ai tha se kjo ekspozit është për gratë shqiptare, për gjithçka që ato mbajnë mbi supet çdo ditë. Përmes objektivit të tij, ai ka dashur të ruajë emocione të vërteta, pa i ndryshuar dhe pa i fshehur. Mbrëmja nuk u ndal vetëm tek fotografia, muzika dhe tradita i dhanë një tjetër dimension aktivitetit. Zëri Brunilda Soto Hoxhës, i shoqëruar nga Riku Hoxha, solli emocione të veçanta, ndërsa vallet popullore të grupit të shoqatës Myzeqeja mbushën hapësirën me ritme dhe ngjyra shqiptare. Në fund, ajo që mbeti nuk ishte vetëm një event i realizuar mirë, ishte një ndjesi se kultura jon jeton, frymon dhe gjen mënyra për të qëndruar forte dhe larg Shqipërisë, dhe se arti në forma të ndryshme vazhdon të na lidh me atë që jemi. Përshëndetje të dashur miq. Sot Sofra Praniush ju prezanton një artist i ardhur nga Shqipëria dhe konkretisht në ambientin e ambasadës në Athënë. Prezantoj zotin Sajmir Ahmeti. Faleminderit ju. Mirë se erdhe. Sajmir, të prezantova artist duke i përmbledhur të gjitha pjesët artistike tuaja në një fjalë, artist. Mund ta shkëlqyesh më gjatë? Të meritosh që artist diçka shumë e rëndë, shumë e madhe. La meritosh vërtet. Nuk e di se meritoj, po unë jam rritur në art, sepse të 6 vjeç kam filluar të studioj për violinë dhe kam mbaruar liceun për 10 vjet. Pas kam mbaruar akademinë për menaxhimatin.
kam punuar teatr për mbi 20 vjet, një mosishtim dhe një shoqata artistike me të organizuar shumë aktivitete në gjithë zhanret. Shpresoj që ta meritoj këtë punë të tij. Pasi do duhet një herë që nuk vajta apo se mbajta. Ju jeni nga Fiera. Nuk kam lindur dhe jam rritur në Fiera. Jetoni dhe banoni në Tiranë. Po kam 25 vjet. Si ju lidhi ideja të bëni një ekspozitë këtu në Fiera? Atë ishte një ftesë nga zysha ime e shënjeshës, e cila është pjesë e shoqatës Muzikore, një nga drejtuesit e Miranda. Mbas 35 vitesh ne takohemi. Që më mbarova liceun, isha takuar, media sociale po i lidhin njerëzit dhe unë patë një pjesëtare nga shoqata dhe jam shumë i lumtur që jam këtu. Këtu është ambasada e Shqipërisë, është shtëpia shqiptare. Në Greqi takova shumë njerëz që nuk i njihja. Më vjen mirë që shqiptarët kanë filluar të organizohen dhe të kthehen në vëjë vetë. Në ambientin e ambasadës u pamë një atmosferë shumë dashmore dhe i kishte të gjitha. Po sepse nuk ishte vetëm artiste. Ishte Bruna Meriku, këngëtar, ishte grupi i Vallëve, ishte vetë ju pjesë marrë për atmosferën, sepse aktiviteti e bën atmosferë. Dhe atmosfera është e mirë, aktiviteti është suksesshëm. Unë ajo që duhet të pyes është ç'ke dashur të shprehësh ti me këto foto. Fotografia është një medium që tani po bëhet shumë popullor. Teknologjia nuk jep mundësi ta ushtrojë fotografi. Megjithatë, kjo bën që shumë e vështirë është që të gjesh shtanë profesional të fotografia. Unë jam përmbajtur saktë, unë dua të merrem me fotografinë që ka artin tjetër. Kjo pjesë e ekspozitës është pjesë një ekspozitim që unë kisha në Itali, në Orvieto, në një festival fotografi që organizohet atje. Light from Her është emri i ekspozitës, do të drita përmes saj dhe figura femrës është motivi. Por në kërëshimin tim, do nuk përgjithsisht po funksion të detajit. Subjekti është patjetër që është shëndetësishëm, po arti është si nga ky subjekt të nxjerrë diçka, të kryer diçka tjetër. Që vërtet e merr motivin nga realiteti, por do të krijon diçka tjetër që nga njerëz kanë lidhje fare me subjektin. Ky është arti. Janë fokusuar te femrat, te linjat, te eleganca. Atë bura re dhe unë të gjitha fotot kanë një elegancë drita që lëvizin në çdo pjesë të trupit. Dhe fondi i zi dhe drita mbi trup tregon një elegancë të pastër. Tuaja si fokus të thonë. Mjafton të jesh i kujdesshëm dhe ti e gjen në çdo pjesë të qenës fizikane. Në çdo lloj modeli, në çdo lloj femre. Vetë femra që mase kur i shef në pamje të parë nuk do të elegante, si ka jo, me një dritën e duhur, dhe një përgjithshme e bukur e duhur i vjen. Persona që na i bëri të mundur këtë ekspozitë sot në ambientin e ambasadës është pikërisht mikja ime, Miranda Dallasi. Miranda ka një lidhje të veçantë me Sajmirin, presa më koparo. Sajmiri, që thashtë dhe në e kam pasur në zërë në liceu artistik dhe ka qenë një nxënës shumë i mirë dhe uzova shumë në biografinë e tij, në CV-n e tij, thotë dhe ushtron dhe luar në Frangë, për mua ishte kënaqësi. Dhe ishte kënaqësi kur e përshëndeta dhe ishte në përgjigje. Është italiane. Është krenaria ime, nxënësi im shkëlqyer. Patjetër, probabilisht e vërteta është që pavarësisht se foto shumë rrallë, unë e quaj një nga setet e mia të byra, përgjithësisht gjë veçantë, është gjë artit, e politesës, e dashurisë, e gjitha. Dhe tek unë gjithmonë ka domosdoshmë aty. Kreatori gjithmonë jep kënaqësi dhe këtyre të bukura. Falenderoj Mirandën që
Unë falenderoj Sajmirin, falenderoj me jume që ishin pjesë e aktivitetit tonë dhe I dam Sajmirit vlerët e dhura sepse I meriton, jo se ja dam, I meriton. I urojmë sukses. Nella persona si juve. Falenderoj juve për intervistën. Duke ndjekur sot ekspozitën e Sajmirit, kishte si të ndodhte ndryshe. Në çdo foto, në fund kishim dhe muzikë. Muzikën e këngën e Trishtit Hoxha, Brunën dhe Rik. Çfarë ndjesie ju dha sot si mbrëmje? Duke marrë pjesë në një ekspozitë për bashkë qytetari tuaj, Sajmirit. Sigurisht që ishte një ndjesi shumë e mirë, unë ndjem jashtëzakonisht bukur, se tash në fillim të programit diçka e organizuar nga shoqata Myzeqeja dhe ne menduam që në përshëndetjet e para të kësaj mbrëmje ta bënim me një këngë myzeqare, një këngë të vjetër, që është vërtet një nga këngët më të bukura, jo myzeqare, po një nga këngët popullore më të bukura shqiptare. Dhe vërtet u pritja zakonisht shumë mirë, më komplimentet më të ndryshme, sepse ishte e pa dëgjuar këtu të paktën, dhe ajo do të ngjelet dhe në shekuj të mund, ata jo të më bukura. Përveç kësaj, luajti dhe Riku në saks, ato pjesët orkestrale dhe ato rritën shumë mirë. Në pjesën e koktelit pastaj, përshëndetëm me disa këngë të ndryshme me Vera mori një tjetër ngjyrë, sepse të gjithë e kishin atë nga tradita në këngë moderne. Po, në këngë moderne këngët ishin të trajtuara jashtëzakonisht mirë, janë bërë me profesionalizëm dhe unë ndjej nga pritja e gjithë pjesëmarrësve që ishte sot në këtë mbrëmje. Kaluam shumë bukur vërtet. Erik, të dëgjova me vëmendje në saksofon. Kam një ndjesi shumë të veçantë tek muzika e saksofonit. Por ajo që më bën përshtypje është në çdo aktivitet, përveç se shoqëron Brunën me këngët e saj, ti ke edhe pjesët e tua. Çfarë ndjen kur I bie saksofoni? Pjesa saksofonit e mbjen botën ndryshe, është një pjesë që shumë lartë, të futesh në mundohesh të kënaqesh të banorët e planetit, pavarësisht se në tokës. Neve kur nisëm në fjeri, sa më thanë që do ishte Sajmiri pjesë e projektit, ishte do ishte kryesori. E përdo me një. Sajmiri është prezmiri se neve, dhe neve që jemi prezpartiv jo të nga tuke ta akoma të rritë, pa formuar akoma. Po, më shikoj që Sajmiri ishte rritur shumë profesionalisht edhe e meritonte timullin edhe të saksin, edhe të klarinetës, edhe zërin kërës. Ishte vetë muzika është kjo fotografia si për e filmave. Ka nevojë për shoqërinë, do një kolon zanore brapa, që të përforcoj emocionin. Dhe neve ja për me kënaqësi. Që ta paraportit, ne kur postojmë një foto, gjithmonë e shoqërojmë me pak muzikë në sfond. Muzikën në sfond. Kështu që kjo ishte perla e natës, muzika në sfond. Ju falenderoj shumë. Edhe ne ju falenderojmë. Jemi të hapur të shikojmë edhe në aktivitetet e tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit Fredi. Sei vagabond, on jam vërtet, on jam në shpirt, nuk jam në jetë, nuk jam në shpirt, nuk jam në jetë. Letë tonë, letë tonë, letë tonë, lëzë të gjithë në vagabond, më vërgjit në kërtej dhe në dashuroj, shpëton vagabond e
në shpirë të jetë vagabond. Ky jam unë, e kështu je ti, shpirti vagabond, e ka çdo njeri. Shakaja shkon, shakaja vjen, po kjo shakan, se çman pëlqen, se vagabond, unë jam për te, por jam në shpirt, nuk jam në jetë, nuk jam në shpirt, nuk jam në jetë. Letë kom, me pëlqen të kom në vagabond, me pëlqen të këtej letë dashuroj. Kështu je ti, shpirti vagabond, e ka çdo njeri.